Faleminderit zoti rektor. Kam kënaqësinë të ftoj për të përshëndetur profesor Bardhyl Musaj, kryetari i Këshillit të Akreditimit të Arsimit të Lartë. I nderuar kryetari konferencës, të nderuar rektor, dekan, profesor, student, pjesëmarrës. Edhe unë sikurse ju këtu dhe ata që folën përpara meje, kam kënaqësinë që të jem në këtë konferencë, e cila vjen në momentin e duhur në një fazë të zhvillimit tonë të arsimit të lartë, me mjaft dinamizëm, me mjaft zhvillime, të cilat në fundit shtojnë edhe përgjegjësinë e të gjitha strukturave, qoftë ato shtetërore, akademike apo dhe përgjegjësinë qytetare, për të përqendruar në një çështje të vetme në cilësinë e arsimit tonë të lartë. Arsimi i lartë është zgjeruar shumë këto vite, kemi një numër gati 3 fish të studentëve krahasuar me vitin 2005, dhe tani e gjithë vëmendja është përqendruar te cilësia dhe prandaj kjo konferencë është në kohën e duhur dhe në vendin e duhur për të diskutuar gjithë së bashku lidhur me cilësinë, aq të domosdoshme dhe shumë të kërkuar nga ne, pasi të gjithë jemi të përballur me kërkesat e tregut, jetojmë një botë konkurenciale në zhvillime jo vetëm të vendit, por edhe në zhvillimet karakterit global, tregu tashmë është i hapur dhe duhet të përballojmë konkurrencën. Më lejoni me këtë rast që të sqaroj disa nga çështjet dhe konceptet kryesore që kanë të bëjnë me cilësinë, e cila kthehet dhe në një burim keq kuptimesh dhe nuk shpenzohen energjitë e duhura në drejtimin e duhur për të marrë cilësinë. Kur bëjmë fjalë për sigurimin apo garantimin e cilësisë, duhet kemi parasysh që është një proces mjaft sfidues dhe mbështetet në 3 shtylla kryesore që kanë bënë me aksesin, të drejtën për arsimin e lartë, kanë bënë me cilësinë dhe pastaj kanë bënë me atë se sa janë të lidhura programet e studimit dhe cilësitë e dijeve dhe shprehjeve me të cilat janë pajisur studentët për të përballuar kërkesat e tregut punës. Kështu që ky është një proces shumë sfidues, është një proces që kërkon angazhimin e të gjithëve përmes qasjet të karakterit proaktiv dhe kërkon edhe kombinimin, pra garantimin e cilësisë, të 2 strukturave të rëndësishme që kanë bënë me vlerësimin e brendshëm dhe vlerësimin e jashtëm. Pa këto të 2 struktura, pa këto të 2 mekanizma, është e vështirë pastaj të flasim për garantimin e cilësisë. Ka disa faktorë që ndikojnë në cilësi, që janë udhëheqja, qeverisja, menaxhimi, cilësia e personelit akademik, cilësia e studentëve, infrastruktura, të gjitha burimet e tjera, qoftë burimet e të nxënit, qoftë aspektet e tjera të teknologjisë së informacionit, qoftë edhe zhvillimi strategjik dhe procedurat e vlerësimit të studentëve dhe në fundit dhe treguesit e punësueshmërisë, sepse tregu i punës është ai që do të gjykojë edhe sa të vlefshme janë diplomat që ofron në çdo institucion i arsimit të lartë. Në këtë drejtim, kur flasim për garantimin e cilësisë, ne kemi parasysh që këtu kemi një tërësi unike të politikave, proceseve, veprimeve që ndërmarrin me qëllim që të ruajmë sistemin, por edhe ta zhvillojmë atë më tej, sepse tendenca është që gjithnjë më shumë ne të shkojmë drejt arritjes më të larta të cilësisë. E tërë kjo vjen nga ajo që quhet vlerësimi i cilësisë. Pra garantimi i cilësisë dhe vlerësimi i cilësisë janë 2 gjëra të ndryshme, por që edhe interferojnë me njëra tjetrën. Kur bëhet fjalë për vlerësimin e cilësisë, atëherë kuptohet që kemi një tërësi mjetesh, procedurash që vendosin një vlerë të caktuar gjykimi, qoftë mbi institucionin, qoftë edhe mbi programet e studimit. Pra i kemi vlerësime të 2 llojeve dhe pastaj vjen akreditimi, që nuk është gjë tjetër veç se është një sistem i karakterit binar, po e quajmë. Po ose jo. Akreditim do të thotë në fundit besueshmëri. A është i besueshëm ky institucion nga pikpamja e menaxhimit, të administrimit, të lehtësive, edhe nga pikpamja financiare, dhe pastaj edhe të personelit akademik, dhe pastaj programet e studimit që ofron, a janë të vlefshme këto për tregun e punës apo jo. Ky vlerësim binar i akreditimit do të thotë besojmë apo nuk besojmë, akreditohet apo nuk akreditohet. Në kohën e sotme flitet shumë
edhe në kuadrën e aspektet të tjera abuzive në arsimin e lartë, duke e trajtuar çështjen tek akreditimi që është pika fundore. Kjo është e gabuar. Akreditimi është pikë fundore e këtij procesi, por që përgatitet nga vetë institucionet përmes vlerësimit të brendshëm dhe vlerësimit të jashtëm më pas. Ka disa faza në këtë procesi. Unë do t'ju them që procesi i akreditimit ka qenë një proces i ri tek ne, dhe kështu që elementet e garantimit dhe sigurimit cilësisë janë elemente të reja dhe ne po lëvizim nga një paradigmë e vjetër apo nga një praktikë e dikurshme në praktika më të reja. Ne kemi përgatitur tashmë standardet shtetërore të cilësisë në arsimin e lartë, që kanë bëjnë me 3 ciklet e studimit në nivelin bachelor, në nivelin master, që janë 2 master profesional dhe master shkencor, dhe në ciklin e tretë që janë doktoraturat dhe specializimet afatgjata. Në këtë aspekt, unë do të thosha që për këtë përgatitje është bërë edhe me një përgatitje tjetër për ndërtimin pranë institucionet arsimit lartë të njësive të vlerësimit të brendshëm. Ky proces nuk ka ecur me ritmin e duhur, por ne kemi sot shembuj mjaft pozitiv dhe praktika të mira, sidomos në disa universitete private, të cilët po ecin me shpejtësi duke kuptuar më parë prirjen që të përballen me tregun duhet të garantojnë cilësi sa më të lartë të diplomave të tyre. Ka dhe disa përvoja pozitive në institucionet publike të arsimit lartë, por tashmë kjo duhet të kthehet në një kulturë institucionale ku të jetë një njësi e qëndrueshme, jo të veprohet me fushata, dhe nga ana tjetër ne përballemi me një vështirësi tjetër, jemi vend i vogël, por si vend i vogël që jemi kemi dhe mungesë kapacitetesh, ne kemi një shumësi programesh në sistemin tonë të arsimit lartë dhe janë shumë më tepër nga që kemi mundësine, dhe vështirësia jonë është që ne nuk kemi kapacitetet e duhura për të bërë vlerësimin e jashtëm të këtyre programeve. Por nga ana tjetër është bërë një hap shumë pozitiv që janë angazhuar ekspert të huaj në vlerësimin institucional të programeve dhe dal nga dal ne po shkojmë drejt ndërtimit të strukturar të qëndrueshme duke ndërtuar edhe kapacitetet në këtë drejtim. Nga ana tjetër, ne duam të ndërrojmë dhe një koncept në arsimin e lartë, koncept i cili duhet të lëviz me shpejtësi drejt prirje të kohës. Ne jemi në fazë ndryshimeve shumë të mëdha, dinamike, të eksplozuar nga tregu global të punës, por jemi të përfshirë në procesin e Bolonjës dhe kjo kërkon përmbushjen e disa detyrime që kemi në këtë proces. Modeli i vjetër për cilësinë në arsimin e lartë ishte ai se ne matnim atë që u japim studentëve. Në fakt, sot nuk është kjo. Sot modeli i ri është çfarë janë në gjendje studentët tanë të bëjnë. Pra, nga ajo që ne u ofrojmë u japim, çfarë janë në gjendje të bëjnë. Nga ana tjetër, ne zakonisht i kemi marrë rezultatet në formën atyre që quhen inpute, numri studentëve, programet e studimit, personeli akademik, shpenzimet financiare e tjerë. Në fakt, ne duhet të dalim tek rezultatet. Jo vetëm tek numri i diplomave që lëshohen, por me çfarë dijesh këta student dalin të përgatitur nga universiteti dhe si përballojnë kërkesat e tregut punës. Nga ana tjetër, ne jemi fokusuar më tepër tek personeli akademik, tek kualifikimet e personelit, me grada, me tituj e tjerë. Kjo është një gjë shumë e mirë, por vetëm fillimi. Përqendrimi i sotëm është mënyra si mësojnë studentët. Në qoftë se ne kemi një mënyrë moderne të asaj që përgatisim studentët si të mësojnë, do të thotë që ne kemi një personel akademik të përgatitur që bën mirë edhe mësimdhënien. Nga ana tjetër, modeli i vjetër përqendrohet te kurrikula, cila është kurrikula, programet e studimit, literatura e tjerë. Sot është më tepër procesi tërësor i edukimit të studentëve me shprehje tërësore, jo vetëm për fushën e ngushtë të dijes. Pastaj, aktivitetet që kryen në universitet nuk janë pika fundore, por ato janë mjete për të arritur një përfundim, dhe nga ana tjetër nuk matemi më me treguesit sasior, por matja bëhet me treguesit cilësor, që në fundit kanë në vetvete edhe ato të sasisë. Në këtë mënyrë, përqendrimi i sistemit të arsimit lartë tek rezultatet që jep dhe tek përballja me tregun e punës është një nga arritjet më të mëdha që do të shënojnë në këto vite për
të ndërtuar një sistem të arsimit lartë të qëndrueshëm, që në fundit duhet të japë kontribut në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit. Dhe në qoftë se ne arrim ta bëjmë këtë një periudhë të shkurtër, atëherë misioni quhet i kryer për këtë periudhë dhe ne ecim më tej në një fazë tjetër, pasi zhvillimet nuk rreshin asnjëherë, dhe ne në këtë mënyrë kryejmë dhe detyrën tonë në arsimin e lartë, duke fokusuar gjithnjë më shumë tek cilësia. Faleminderit.